Se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë si çdo ditë letrat tarot çfarë na thonë për 12 sinjat e zodiakut për ditën e martë, 18 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, letra e tarotit për sot dash, 10 pentakulat. Një letër shumë e fortë për pasurinë materiale, sigurinë financiare, familjen dhe përfitimet që vijnë nga burimet e jashtme. Me hënën e akrep të martën, kjo energji bëhet edhe më interesante. Nëse ka qenë duke pritur një ndihmë financiare, një pagesë, një kredi, një mbështetje nga familja ose një mundësi që lidhet me parat, 18 gushti mund të jetë dita për të bërë hapin e parë. Nëse ke nevojë të aplikosh për kredi apo të kërkosh një burim financiar, mos ki frikë të pyesësh, ajo që kërkon mund të vijë me më pak rezistent nga sa mendon. Në dashuri kjo letër sjell dëshirë për siguri, stabilitet dhe të ardhme të qëndrueshme. Nëse je në një lidhje, mund të mendosh më seriozisht për të ardhmen së bashku. Dhe mesazhi tarotit, mos e refuzon ndihmën që të ofrohet, ndonjëherë bolluku vjen pikërisht përmes njerëzve dhe burimeve që kemi pranë. Demi, letra e tarotit për sot dem, 3 kupat e përmbysura. Dhe mesazhi i saj është qartë, mos u përfshir në drama që nuk të përkasin. Më 18 gusht, mund të gjendesh pranë njerëzve që flasin shumë, komentojnë jetën e të tjerëve ose merren me thashë theme, ndërkohë që smangin atë kjo është e vërtet e rëndësishme. Mos lejo që kjo energji të shpërqendrojë. Nëse dikush përpiqet të tërheqë në një debat, konflikt apo bisedë që nuk të sjellë asgjë të mirë, zgjidh të heshtësh dhe të largohesh. Në dashuri, kjo letër të këshillon të mos lejosh ndërhyrjet e të tjerëve të ndikojnë në marrëdhënien tënde. Jo çdo mendim që dëgjon duhet marrë seriozisht. Në punë, ruaju nga kolegët që flasin pa shpinë ose krijojnë tensione të panevojshme. Përqendro te detyrat e tua dhe rezultatet që dëshiron të arrish. Në mesazhi i tarotit, mos e harxho energjinë tënde duke diskutuar për njerëzit e tjerë, përdore atë energji për të ndërtuar diçka që të sjellë vërtet vlerë dhe qetësi. Binjakët, letra e tarotit për të martën binjak, 8 kupat e përmbysura. Një letër që flet për vështirësinë, për të lënë pas diçka që ka qenë pjesë e jetës tënde për një kohë të gjatë. Më 18 gusht, mund të ndihesh i lidhur me një person, ide, marrëdhënie apo situatë, vetëm sepse ke investuar shumë kohë dhe emocione aty. Por kjo letër të kujton se besnikëria ndaj së kaluarës nuk duhet të të pengojë të bësh atë që është më e mira për ty sot. Nëse ke mbajtur brenda zgënjime, inat apo emocione negative, mos i shtyp, jepi vetes kohë, ti kuptosh dhe të kuptosh se çfarë po të mban ende pas. Në dashuri mund të jetë momenti për të pyetur veten, apo qëndroj sepse dua vërtet këtë marrëdhënie, apo sepse kam frikë të largohem. Në punë dhe në jetën personale, mos ki frikë të ndryshosh drejtim nëse një situatë nuk të shërben më. E mesazhi i tarotit, të lësh diçka pas, nuk do të thotë se ke dështuar, ndonjëherë është pikërisht mënyra për t'i hapur rrugë një jete më të mirë. Gaforia, letra e tarotit për këtë të martë gafore, 4 shkopinjt. Një letër shumë pozitive që lidhet me festimin, arritjet, gëzimi dhe momentet e bukura që duhen vlerësuar. Çfarëdo që ke arritur gjatë këtij muaji, më 18 gusht është koha të ndalosh për një moment dhe të thuash, e meritoj ta festoj këtë. Nuk është e nevojshme të jetë një sukses i madh, edhe një hap i vogël përpara për është arsye për të ndjerë krenar. Mos mendo se për të festuar duhet të shpenzosh shumë para. Mund të jetë diçka fare e thjeshtë, një kafe me një mik të mirë, ushqimi i preferuar ose një mbrëmje e qetë duke kujtuar diçka që ke kaluar dhe se sa shumë ke përparuar. Në dashuri, kjo letër sjell ngrohtësi dhe harmoni. Çiftet mund të ndajnë një moment të bukur së bashku, ndërsa beqarët mund të ndihen më të hapur ndaj shoqërisë dhe njëjeve të tjera. Në financa dhe punë, një rezultat i mirë ose një arritje e vogël mund të jap motivimin për të vazhduar më tej. Dhe mesazhi i tarotit, mos prit që jeta të bëhet perfekte për të festuar. Vlerëso dhe fitoret e vogla sepse ato janë pjesë e rrugës drejt suksesit të madh. Luani, letra e tarotit për sot Luan, hierofanti i përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh të fortë. Nuk je detyruar të bësh gjërat gjithmonë sipas mënyrës së vjetër. Më 18 gusht, mund të kuptosh se një mënyrë e reorganizimi, një rutinë ndryshe ose një qasje më praktike mund ta bëjë jetën tënde shumë më të lehtë. Ndonjëherë ndryshimi që kemi shmangur është pikërisht ai që na nevojitet. Me hënën e akrep, vëmendja shkon veçanërisht te shtëpia, familja dhe çështjet personale. Shiko me kujdes rutinat e përditshme, çfarë po të merr shumë kohë, çfarë mund të organizohet më mirë dhe çfarë zakoni nuk të shërben më. Në dashuri, mos përpiq të ndjekësh rregullat që të vendosin të tjerët. Marrëdhënia jote duhet të funksionojë sipas nevojave dhe vlerave të tua.
Në punë, një mënyrë alternative për të zgjidhur një problem mund të japë rezultatet më të mira se sa metodat tradicionale. Në jetën personale, një ndryshim i vogël në shtëpi ose në rutinën tënde mund të sjellë më shumë qetësi dhe lehtësi. Në mesazhi i tarotit, mos ke frikë të ndryshosh mënyrën se si i bën gjërat. Ajo që funksiononte dikur nuk është e thënë të jetë mënyra më e mirë për ty sot. Vigjiresha, letra e tarotit për këtë martë, vigjiresh, dielli, një nga letrat më pozitive të tarotit. Ajo sjell gëzim, optimizëm, energji, qartësi dhe momente që të bëjnë të ndihesh mirë me veten. Më 18 gusht, pyete veten, çfarë më bën vërtet të lumtur? Bëj një listë me gjërat që të pëlqen të bësh dhe zgjidh disa prej tyre për të futur në listën e ditës tënde. Mos e shtyj gjithmonë kënaqësinë për më vonë. Në dashuri dhe marrëdhënie, komunikimi i sinqertë është çelësi. Shprehu qartë për atë që dëshiron dhe për atë që të shqetëson. Mos thuaj po vetëm për të ruajtur qetësinë. Në punë, nëse diçka nuk po funksionon sipas mënyrës që dëshiron, mos mjafto thjesht duke ndjekur rrjedhën, kërkoj një zgjidhje dhe bëj ndryshimet e nevojshme. Në jetën personale, ke të drejtë të krijosh një përditshmëri që të përshtatet ty, nuk ke pse të pranosh diçka vetëm sepse je mësuar me të. Në mesazhin e tarotit, lumturia jote ka rëndësi, fol hapur, dëgjoj nevojat e tua dhe mos ke frikë të ndryshosh atë që nuk po funksionon më për ty. Peshorja, letra e tarotit për sot peshore, faqja e pentakulave, një letër që sjell një energji të bukur për mundësi të reja financiare, punë, mësim dhe fillime që mund të sjellin rezultate konkrete. Këtë të martë, kushtov vëmendje situatave që në pamje të parë mund të duken të vogla, por që kanë potencial të rriten me kalimin e kohës. Mund të shfaqet një ide, një ofertë pune, një mundësi për të fituar më shumë para ose një projekt që ja vlen ta zhvillosh. Në financa, mos kërko rezultate të menjëhershme, mbylli farat sot të kujdesu për to me durim. Një mundësi e vogël mund të kthehet në diçka shumë më të vlefshme. Në punë, përkushtimi dhe mësimi një aftësie të re mund të hapin dyer të rëndësishme. Nëse ke një projekt të ri, merre seriozisht që në fillim. Në dashuri, një njohje e re mund të fillojë ngadalë, por të ketë potencialin për të zhvilluar në diçka të qëndrueshme. Për çiftet është momenti mirë për të ndërtuar plane konkrete për të ardhmen. Në mesazhin e tarotit, mos të ndeletëso një fillim të vogël. Me durim, disiplinë dhe përkushtim, ajo që mbjell sot mund të bëhet një sukses i madh nesër. Akrepi, letra e tarotit për sot akrep, budallaj, një letër që simbolizon fillime të reja, aventura, mundësi të papritura dhe guximin për të hedhur një hap drejt së panjohurës. Në 18 gusht mund të shfaqet një mundësi që të emocionon shumë dhe të bën të dëshirosh dhe të veprosh menjëherë. Por letra tarot të këshillon, mos u nxito pa pasur një plan. Është shumë bukur të ndjekësh intuitën dhe të lejosh jetën të surprizojë, por kjo nuk do të thotë të heqësh dorë nga gjykimi yt. Nëse diçka të duket se një mundësi e mrekullueshme, merr pak kohë dhe mendoje mirë përpara se të marrësh një vendim. Në dashuri, mund të lind një njohje e papritur ose të ndjesh dëshirën për të filluar një kapitull të ri. Ndiq zemrën, por mos e injoro shenjat që të tregojnë se nëse personi është i vërtet i duhuri. Në punë dhe financa, një mundësi e re mund të jetë interesante, por kontrollo detajet përpara se të thuash po. Mos merr vendime të mëdha vetëm nga entuziazmi i momentit. Te mesazhi i tarotit, guxo të fillosh diçka të re, por mos e ngatro guximin me nxitimin. Liria është më e bukur kur shoqërohet me qartësi dhe me një plan. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të martë shigjetar, kalorsi i pentakulave, një letër që lidhet me punën e palodhur, këmbënguljen, durimin dhe përparimin e qëndrueshëm. Ti je një person që di të punoj fort, shigjetar, por më 18 gusht, letra tarot të kujton se nuk e pse ta sforcosh veten deri në lodhje për të arritur rezultatet që dëshiron. Suksesi nuk vjen gjithmonë nga një përpjekje e madhe, shpesh ndërtohet nga veprime të vogla që përsëriten çdo ditë. Në punë, përqendrohu te detyrat një nga një, mos u qetëso nëse rezultatet nuk shfaqen menjëherë. Puna që po bën sot, po ndërton bazën për suksesin e ardhshëm. Në financa, është ditë e mirë për të qenë i kujdesshëm dhe praktik. Kursimi, planifikimi dhe vendimet e menduara mund të të sjellin siguri më të madhe. Në dashuri, marrëdhëniet e qëndrueshme ndërtohen në vepra të vogla, kujdes dhe besnikëri. Mos kërkoj gjithmonë emocione të mëdha, ndonjëherë dashuria më e fortë shfaqet me gjëra të përditshme. Mesazhi i tarotit, vazhdo të shfaqesh çdo ditë dhe bëj pjesën tënde. Nuk ke nevojë të nxitohesh. Hapat e vegjël dhe të qëndrueshëm do të të çojnë drejt rezultatit që dëshiron. Bricjapi, letra e tarotit për sot bricjap, eremiti, një letër që lidhet me mençurinë, qetësinë shpirtërore dhe kërkimin e përgjigjeve brenda vetes. Këtë të martë mund të shfaqet një mundësi
për të larguar pak nga zhurma dhe ritmi i përditshëm, në mënyrë që të rilidhesh me atë që ka vërtet rëndësi për ty. Ndonjëherë përgjigjja që kërkon nuk gjendet te njerëzit e tjerë, por në heshtjen dhe reflektimin tënd. Në jetën spiritore është një ditë e mirë për meditim, lutje, reflektim ose për të shkruar mendimet në një ditar. Pyet veten se çfarë dëshiron vërtet dhe ku dëshiron të shkosh. Në dashuri mund të kesh nevojë për pak hapësirë personale, që nuk do të thotë domosdoshmërisht largim nga partneri. Ndonjëherë pak qetësi të ndihmon të kuptosh më mirë ndjenjat e tua. Në punë, mos kërko përgjigje me nxitim. Merr kohë për të analizuar situatën dhe beso te përvoja jote. Dhe mesazhi i tarotit: ndalo pak, dëgjoj zërin e brendshëm dhe pyet veten se çfarë po të kërkon shpirti. Në qetësi mund të gjesh përgjigjen që ke kërkuar prej kohës. Ujori, letra e tarotit për këtë të martë ujor, 2 kupat e përmbysura. Një letër që flet për marrëdhënie të balancuara, distancim emocional dhe nevojën për të zgjedhur atë që të bën të ndihesh vërtet vetvetja. Më 18 gusht, mund të gjendesh përballë një situate ku duhet të mendosh më seriozisht për një person ose marrëdhënie. Mund të kuptosh se disa lidhje të afrojnë me veten tënde të vërtet, ndërsa të tjera të bëjnë të heqësh dorë nga një pjesë e karakterit tënd vetëm për të kënaqur të tjerët. Në dashuri, mos pyet veten a e dua këtë person, por a jam unë vetvetja me këtë person? Një marrëdhënie e shëndetshme duhet të jap hapësirë të jesh autentik, jo të bëjë të humbasësh identitetin. Në marrëdhënie shoqërore mund të duhet të zgjedhësh mes njerëzve që të japin energji pozitive dhe atyre që të lodhin emocionalisht. Kushto më shumë vëmendje marrëdhënieve që të ndihmojnë të rritesh. Mesazhi i tarotit: zgjidh lidhjen ku mund të jesh plotësisht vetvetja, mos humb një pjesë të vetes vetëm për të mbajtur dikë tjetër pranë. Peshqit, letra e tarotit për këtë të martë, të dashuruarit peshq. Një nga letrat më të fuqishme për dashurinë, lidhjen shpirtërore, partneritetin dhe zgjedhjet e rëndësishme në marrëdhënie. Më 18 gusht, mund të ndjesh nevojën për të vendosur më qartë se çfarë dëshiron nga një marrëdhënie. Dashuria nuk ka të bëjë vetëm me ndjenjat, ajo ka të bëjë dhe me respektin, besimin, vlerat dhe mënyrën se si trajtoheni me njëri tjetrin. Në dashuri, nëse ka gjëra që nuk dëshiron t'i pranosh më, kjo është koha për të shprehur hapur. Mos bëj kompromise me gjëra që bien ndesh me vlerat e dinjitetin tënd. Në çift mund të zhvillohet një bisedë e rëndësishme për të ardhmen. Ju mund të kuptoni nëse dëshirat dhe vlerat tuaja janë në të njëjtën linjë. Nëse je beqar, mund të ndihesh i tërhequr nga dikush që përputet më shumë me atë që kërkon emocionalisht dhe shpirtërisht. Mos kërko thjesht kimi, kërkoj dhe respekt dhe përputhje. Dhe mesazhi i tarotit: dashuria e vërtet nuk të kërkon të humbasësh veten. Zgjidh një lidhje ku zemra jote dhe vlerat e tua mund të ecin së bashku. Këto ishin letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e martë 18 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.